A pranohet agjerimi në qoftë se nuk thua asnjë dua dhe as nuk falesh? Zoti të rujt. Amin, Allahu ju rujt edhe ju. Po agjeron, e ke një lutje të pranuar, pse mos ta shfrytëzosh? Pse mos më e shfrytëzu? Nëse nuk ke pra lutje për të bërë për vete, lutu për mua. O Zot, të mundsoja Zeidit xhenetin. O Allah, jepi Zeidit mirësinë në dynjë dhe në ahiret. Agjeruesi e ka një lutje të pranuar, shfrytëzoje, lutu. Ndërsa, për sa i përket namazit. Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Është shtyllë më e rëndësishme se agjerimi. Agjerimi është shtyllë Islami. Pra nëse ti agjeron, e ke kryer shtyllën e Islamit. Por unë të këshilloj ta falësh namazin. Është më i lehtë se agjerimi. I kryen dy shtyllat e Islamit, pra fal namazin, agjeron Ramazanin. Të këshilloj, agjero dhe fal.